I kam edhe me video, po nuk e mora telefonin, se i kam hedhur edhe në rrjetet e mia sociale dhe do t'i hedhi prap. Në Laknas sot nuk ka ujë të pishëm. Në Laknas drita nuk ka, fiken drita të ore qast. Megjithse paguajnë qytetarët e Kamzës, pra drita nuk ka, fiken sot vitin 2025. Ishin ca trajlat mdhej me gajzet apo 30 ton që musheshin me dhe edhe hishin në rrugicat e Laknasit duke terrorizuar ato banorë që banojnë atje. Nuk ka kanalizime. Plerat ishin te xhamia në Laknas në frutikultur, thash i kam bërë me video dhe do t'i hedh, dhe dje i kam hedhur, do t'i hedh sot prap. Ishte të mërshme, pas të moshuar duke marrë, duke zgjedhur ushqim në përplera për t'jetuar. Ky është shteti. Këta kemi kërkuar në minimumin jetik, 200 euro do t'a bëjmë. Nuk e pranuar që 4 vjet, që 12 vjet, Partia Demokratike ka kërkuar, orë zotrit, ketë një minimum jetik, që njerëzit kenë mundësi të ushqen, jetë shkojnë kazanat e plerave, se ishte të mërshme të shifshe një të moshuar, duke mbledh kazanat e plerave. Rruga Kreta, që lidh Laknasin me Domnen, gropat ishin deri në gjuhë. Imagjino kur bjerë shi, a kalohet ato rrugë. Rruga Lezha, aty te xhamia, vetëm se ishin të djathtë, nuk ishe shtruar. Varrezat ishin të mbushur me plera. Kjo është ajo që keni bërë në 12 vite. Megjithse para kemi marrë borxh pa fund, me miliona euro, dhe shqiptarët kanë detyrime borxhin ndaj vendeve të tjera, ndërkohë ne jemi një vend shumë i mirë me resurse të jashtëzakonshme, me burime ujore, me burime minerare, kemi tokën, fushat e lushnjës e gjithë Shqipërisë, kemi pyjet, liçene, lumej, bregdetin më të mirë që kemi ne, kemi motin që e ka falë Zoti, e ne jemi vendi më i varfër sepse vidhemi. Sepse bujqësia është në mirim, në Kuks, Has, Tropoj, punohet si në mesjet. Keni bërë edhe një listë tani që fola radhe kaluar, që t'ja bleni tokën me 1 euro, tokën e baballarve, gjyshve, stërgjyshve tanë. Duhet ta blejmë ne tokën e babës. Ajo është toka jonë ku kanë lindur, kanë luftuar të parë tanë dhe nuk ka burr, jo me 1 euro, 0 lek. Nuk e blejmë tokën tonë, po nxirreni, hajdini atje, nëse keni pak vrerë, hajdini atje të arregjistrojmë kuksianëve, dibranëve, hasianëve, tropojanëve, tokën aty në kryetarës. Legalizimet isha në Kamzë dje, e di që më thoshin, kjo shtëpi është legalizuar se ka pagu 5.000 euro, kjo tjetra 10, kjo s'është legalizuar se s'ka lek. Qa fukara? E pastaj nesër del një projekt, ja prish ati fukarajt, shpin, edhe nuk jep dhe lek, ndërkohë që ka mbi 20 vite, dhe është një drejt e fituar, e parashkruar e fituar, në qoftë se një qytetar rri 20 vite në një shtëpi e ka të fituar, jo t'ja prishish ti. Po, mund t'ja prishish, po duhet ta tëm shpërblesh. Ky është legalizimi i falas i Edi Ramës. Do ta legalizojmë falas. Thoshte shtëpitë e shqiptarëve, i prishin dastiren, paskuqanën, Kamze, edhe duhet me pagu rishfet. Çfarë legalizimesh janë këto? Mashtrime, dhe vazhdoni ti mashtroni prap shqiptarët. Ne do të fitojmë me 11 maje. Unë personalisht do të bëj gjithçka. Brenda 3 muajve do të shkoj në çdo shtëpi të Kamzës, Paskuqanit, të gjithë Tiranës, të Kuksit, të Hasit, Tropojës, kudo. Dhe do t'u legalizohet shtëpia me 0 lek, aty do t'i jepet certifikata në dorë. Ne do bëjmë gjithçka, atje mon Laknas në gjithë Tiranën, të mos ketë mon njerëz që vujnë për ujin e pishrëm. E të ketë akoma me depozita që 12 vjet ujë, thoshte 24 orë. Vetëm keni mashtruar, vetëm keni vjedhur, e keni vjedhur Shqipërinë, i keni larguar njerëzit.
Edhe vazhdoni të mashtroni prap Shqipëria europiane, pasaporta europiane. Deri në 2030 këtu s'gel njeri e s'ka nevojë për pasaportën tonë fare. As te Ramës as kërkuj se do i marrin pasaportat e Bashkimit Evropian se do largohen për jush, se e keni vjedhur. Ne do ta bëjmë Shqipërinë. Shqipëria është e jona dhe ju nuk mund ta shqisni Shqipërinë. Do të përballeni me shqiptarët me 11 maj.